Përshëndetje të nderuar shikues, sot në intervistën zgjedhore në Kosova Press kemi të ftuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Rushdi Bllakaj. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhët. Përshëndetje edhe për ju, për gjithë shikuesit e juaj, dëgjuesit e juaj. Faleminderit për mundësinë. Pse vendosët të kandidoni për deputet në këto zgjedhje? Po, ishte një vendim, thash, pak a shumë për mua befasues, kur presidentja Osmani ka vendosur të jem në listën e saj, në Lidhjen Demokratike. Atë më ka dhënë numrin 95, është një mundësi e mirë për mua. Faleminderit. I falenderojmë gjithmonë presidentës Osmani. Si erdhi deri tek ribashkimi i LDK-s, duke qenë se jeni ka në grupi dhe i kandidatëve të në listën Guxo? Po, tash duhet të kthejmë pak në retorik përse, për shkak të mos zgjedhjes së saj fillon sikur ishin të qëllimshme një personalitet kaq mirë që përfaqësoi vendin, si Vjosa Osmani, kur ne të gjithë që ishim në Guxo vendosëm të votonim për binomin Vjosë dhe Albin. Dhe ajo që na befasoi ishte mos kandidimi i saj nga kryeministi Kurti. Kjo ishte një farë sabotimi i gjithë asaj binomi, por edhe mënyra që ta denigroj pak presidenten, e më shumë të godet edhe LDK-n për shkak se kishte dalë shumë dobët në zgjedhjet e fundit. Atëherë ribashkimi ishte domosdoshmëri. A do të ketë përfitime ky ribashkim, rezultate mirë? Pse atëherë do të bëj ribashkimi? Ne presim rezultate të mira. Presim një rritje. Për mua do të ishte minimumi dyfishimi i votës që kishte LDK-ja në 28 dhjetor. Cilat janë prioritetet e juaja kryesore në fushat? Prioritetet e mia në fushat janë gjithmonë nga fusha ku vijone. Pra, vij prej fushës së arsimit, pak a shumë edhe nga ekonomia, agrobiznesi, e tjera të cilat një jetë të tërë ja kom kushtu kësaj veprimtarie. Prandaj arsimi do të ishte shtylla kryesore ku unë do të kontriboja. Pra, gjithmonë duke shtu dhe sejat e tjera. Pse arsimi? Sepse mendoj se pa një arsim të mirëfillt, pa një arsim në hapa të sigurt, nuk do të kemi kurfar reforme të mirëfillt. Nuk do të kemi ekonomi të mirëfillt, nuk do të kemi shëndetësi të mirëfillt, nuk do të kemi as art dhe kulturë. Prandaj një arsim i dobët që ne po na radhit diku në 3 vendet e parafundit në botë, llogariteni çfarë po na ndodh. Jo vetëm që po na ik fuqia punëtore, po na ik edhe fuqia intelektuale, që është më e rëndësishme se edhe një fuqi intelektuale të thënë do duhet bënin reforma këtu nëse na ik atëherë kush mbetet me i krye këto punë. Prandaj mendoj që domosdoshmërisht është të jemi disa prej njerëzve që të kontribojmë në drejtim të arsimit. Mendoj një reformë arsimi nuk është më luks, po është domosdoshmëri, është mbijetesë që ta krijojmë një arsim të mirëfillt, një arsim ku do të kemi mësim gjithditor, ku nxënësit do të kapnin dijen, jo notat, jo diplomat pa dije. Do të jenë të shtyllat që do t'i shtyjmë në vazhdimsi nëse do kem fatin të jem në ulsin e kuvendit. Cilin problem në Kosovë e konsideroni që është më me urgjencë përgjigje përveç arsimit që e diskutuam? Po, ka gjithasejat kanë probleme, është listë e pafundme probleme që kemi në Kosovë. Mirë po, thash pas arsimit do të ishte energjetika. Një prej probleme që cila do të na kthente investitorin. Tash ta llogaritemi diku vendin e dytë në Evropë. Disa vendet na llogaritin si të tretë, po dyti në Evropë me linjit, dhe të jemi vend që kemi shpenzuar vetëm 5 vitet e fundit mbi 1 miliard euro
që do të kushtonte ma pak shumë një termocentral. Nuk kam pa asë një vullnet që kjo qeveri e ka në projekt një termocentral, ku të bile herë së fundit u falë që do të renovohen Kosova A dhe Kosova B. Si renovohet një automobil i viteve 50 dhe 60. Tu e ndërtu, dykun në vitin e 80 është ndërtu termocentrali Kosova B, nëse s'gabaj, dykun vitet 50 Kosova A, dhe i tjerët po vozitin pëzam bogati, ne po pretendojmë që automobilet e viteve 50 të renovojmë. Është të mërshme. Ne në duhet fuqia re energetike e cila do të bëjmë të Kosovën, sepse kemi rinin, kemi dhe mundësin tash, po të vendosim në duart sigurt të arsimin edhe energetiken. Do thonë, ne do të kishim investitor shumë, dhe jo rinia jonë të punoj diku tjetër, po të vinë tjetër të ne. Kemi shumë minerale, kemi tokën pjellore, kemi rinit të jashtëzakonshme që krejt botës për e ofrojnë shërbimet, super shërbime, dhe sa për veti kemi shërbimet më dopta. I keni pa gjitha ndej, gjithë to shërbimet që kanë customer service, sa të privilegj gëzojnë rinia shqiptare, vinë me gjitha ato para që vinë duke shërby kështu. Pse mos t'i shërbejmë popullit tonë më mirë. Tashmë jemi në kohë fushate, keni pas takime me qytetarë. Cilat janë problemet që i keni dëgjuar më së shpeshti prej tyre? Po, problemet janë, thash edhe më herë, janë të shumta, shëndetësia shumë e dapet. Njerëzit, jemi të njerëz të fundit, populli i fundit në Evropë që nuk kemi sigurime shëndetësore. Shkojmë për shërbime të dopta, shpeshe shumë të shtrejta. Ma lirë është me pagu një sigurim shëndetësor, pëzom 15 euro në muaj, se sa shkash një vizit. Se mos të kemi sigurime shëndetësore. Ose që edhe 20 euro, 30 euro le të kushtojnë, duhet heqim barën e shëndetësisë. Kjo që po në ndodhë shërimeve jashtë vendit, pastaj korupcionit brenda spitalit që ndodhë, ikja mjekve prej orarit punës e tja, keq menaxhimet janë të shumta. Prandaj kemi, se nuk është edhe se nuk kemi institucione shëndetësore. Kem, po imediati do të ishte një QKUK tjetër, të zbrazit që ta kemi një QKUK për Prishtinën. Jo ta kemi një QKUK krejt Kosova dhe Prishtina. Do mos dëshmerisht duhet ta ketë një spital regional Prishtina, sepse po e stërngarkoj me probleme. Çush e vlerësoni gjendjen aktuale të LDK-s? Gjendja aktuale e LDK-s për mua është shumë e mirë. Tash pas rebashkimit kemi pa një eufori të popullit, kemi pa fytyrat e buzëqeshura, kemi pa një ritëm krejt tjetër brenda LDK-s. Kam pas fatin tjenë në disa takime me presidentin Osmani që kemi përcjellë edhe para fushatës, edhe në fushat shifet një entuziazëm i jashtëzakonshëm, megjithatë pritet rezultatin na tregoj sa i mirë, por ribashkimi ka ndodhur. Na kanë ofruar ribashkimin pa asnjë rezervë. Gjithçka është e njëjtë, megjithse për mua ka qenë e lehtë. Kur ka mundur me shku me listën vjosa të LVV-a që s'ka qenë natyrale, vezam të djathtit ose të qendrës së djathtë në qendrën e majt, tash kthimin e aty ku kam vepruar për viteve të 90 është më i lehtë. Shumë i lehtë. Si e keni po fushatën tash në Tiranë, si nga qeverisja në pushtet, po ashtu edhe nga opozita? Po. Ka dy gjëra që mund mi cek që janë të jashtëzakonshme. Keqpërdarimi i paras publike, fuzionimi 200 milion euro gjëja për një paket për mbrojtjen e inflacionit, paket sociale, ka qenë më shumë politike, se sa që është dasht, duhet gjithmonë ndihma popullit i tuan, po jo kështu në kohë fushata. Jemi të shmitar, në dhjetore kishim një të gjashme, tash prape njëjta është keqpërdarim. Pastaj, të 2 milion që i fundit ishte fars komplet, kjo është e tmerrshme. A do duhet më mirë të fuziononim 200 milion, 300 milion euro
në arsim, në shëndetësi, në ekonomi, ku do t'i ktheheshin në shërbime shumë të mira, po edhe zhdukin e varfërisë. Llogaritni bizneset tona punojnë me institucione financiare shumë me kamata të larta. Kush e di që është Bergji, llogaritni se kamata bile janë dhe aksionar të kompanive, duhet punojnë dhe për vete, dhe për kamata, po pastaj të paguajnë dhe pjesën e aksionerit që është Bergji. Pse mos t'i fuzionojmë në ekonomi 200-300 milion biznesëve të cilat mund të arrisin eksportin, të arritin numrin të punësuarve, të rriten pagat e jo të mbaren nga lëmosha. Kjo për ndodh Kosovës pa ndërprer nuk zhvillohet me lëmosh. Prandaj për quaj lëmosh këtë pakun që e ka shpërndar, sepse vetëm në kësi rastë nuk në zhvillojnë. Bile kjo do të kishte kontrarezultat në inflacion. Për shkak të lëshimit për një kohë shumë të shkurtër të gjithë asaj paraje, çmimet janë ngritur shumë shpejt. Dhe nëse kemi qenë me një inflacion diku 3-14, sigurisht do të cen 15 për herë, për shkak se kjo ndodh lëshimi i paras në treg pa ekonomi. Ne nuk guxojmë të rritim inflacionin dhe të mbajmë këto kategori sociale. Si e keni pa për krajën për Vjosa Osmanin, tashmë si barë e listës? Po, për kraja është shumë e madhe, pikërisht mendoj se në shumë vende dhe shumë njerëz që kanë pa dhe që i kanë vizitu kanë thonë se tash do dalim zgjidhje. Rami LDK-s nuk ka qenë ndonjë humbje madhe, por ka qenë sepse e humbi atë garën për shkak mosdaljes, mos hyrjes në koalicion të non-shkurtit të zgjedhjeve që dolën dhe një ndeshkim nga vetë elektorati vet. Tani me presidentën që kanë pris liste, shohim një entuziazëm krejt tjetër. Unë mendoj që edhe presidenti tashmë edhe Lumira Abdigjiku janë të dy njerëz që i duan LDK-s, janë njerëz ju e dini se është përfaqësuese shumë e mirë dhe nominohet si presidente, sepse ne po bëjmë garë për president. Nuk kemi president, prandaj kemi shumë garë. Për herë të parë na ka ndodhur që prej krijimit jo vetëm të pas luftës, por edhe pas pavarësisë të mbetemi pa president. Asnjëherë nuk na ka ndodhur kjo. Ka ndodhur që të kemi president të shtyr gjitha ato, por gjithmonë kur ka përfundu afati, kemi pas president. Kjo mënyrë tash, pse po garon edhe kryeministri, nuk do të thotë që dy poste do t'i kemi. Ne dim se edhe po dalin paret, prap nuk do t'i kemi dy postet. Presidenti nuk i takon partisë fituese. Presidenti i takon gjithmonë kryeministri dhe kryetari i kuvendit. Prandaj presidenti duhet të heqet dorë. Nëse çdo kryeministër që ka bërë presidenti Rugova, ka fitu zgjedhjet e para me 58%, e ka marrë presidencën, po e ka dhënë kryeministrin te Bajram Rexhemi, duhet t'ju kujtohet, po pastaj kemi pas edhe rastin e votave që i kishte në 2004 të fitoi me 46.4% dhe i dha kryeministrin Ramush Haradinajt atëherë. Dhe çdo herë kemi pas kësi marrëveshjeve. Mirë, po pa president mbetet, kjo është e tmerrshme. Na rrezikojmë edhe diçka tjetër, se jemi tash me presidentën në detyrë, dhe presidentja në detyrë nuk zavendësohet me asgjë. Dhe nëse marrën edhe ky afat dhe shkojmë zgjedhje pas zgjedhjeve, kush do t'i shpall më zgjedhjet kur s'kemi president? Është risku më i madh që do t'i ndodhë Kosovës ndonjëherë. E dim që kemi një protektorat që jemi të uniku me një 244, lëshëm rrezikojmë. A keni vjet ku që mendon një subjekt politik? Po, kemi me listën serbska, e cila në statutin e vet shkruan që ne do të mbrojmë drejtat e serbëve dhe të Serbisë. Gjatë që ne në shkel kushtetutën tonë, dhe sigurisht vjet ku që kemi për çdo subjekt që nuk e njeh Republikën e Kosovës. LDK nuk ka vjet kuqe. Me çdo parti ne mund të kemi koalicion. Prandaj edhe për angazhuar nuk e përdorim fyrjet, nuk e përdorim sharjet, nuk e përdorim. Gjithmonë
Garin e bojmë brenda fenomeneve, brenda programeve, brenda ofertës që e japim për qytetar, po asnjëherë që të shkojmë me gjuhë fysi sepse do të jemi bashkë prapë. Unë mendoj që jemi vëllezër, nuk kem ku e dërgojmë njëri tjetrin. Duhet i përballim vetëm argumentet politike, jo fyse në personale çfarë po shohim. Unë kam pa gjuhë që nuk besoj që e kanë përdor as ndaj Gjoriqit, as Brnabiqit, as dikujt tjetër që i ke marrë miq. Kujt i referon? Pikërisht, e keni pa gjithë ato media që përdor partia në pushtet ndaj presidentës Osmanit, pas pari si presidente, pastaj si një grua, si një nën, pastaj keni pa fyerje të ndryshme që nuk pranohen askund në botë, jo të ne. Ne prapë se prapë jemi shqiptarë, gjithë duhet jetojnë bashkë, duhet punojnë bashkë, po jo me fyerje, me sharje, mendoj që nuk na bëjnë punë. Çfarë presim në 7 qershor? Presim rezultate të mirë, dukshëm të mirë. Minimum 2 fishimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Si e keni pa fushatën Tiranë, jo personalisht? Po, fushata është konkurrencë e jashtëzakonshme, sfidë e madhe për Ka mua. interesim qytetarëve? Po, qytetarët kanë halle të mëdha. Shpeshherë na drejtohen me gjëra të vogla, por hallet e mëdha kanë arsimin, shëndetësinë, ekonominë, gjendjen e tyre sociale të përballueshme, janë halle shumë të mëdha. Nuk e meriton Kosova pas luftës ta. Jemi tashmë 26-27 vite pas luftës në këtë gjendje sociale, nuk e ka merituar Kosova. Dhe po vazhdoj mjerisht. Ne pam çfarë premtime megalomane dhe kryeministri jonë. A mund ta imagjinoni 20 stadiume ti ndartoj, asnjë se u ndartu pas luftës, e ka nisë në Gjelan, ka mbet në gjysë që sa. Si ndartohen 20 stadiume, si ndartohen 4 vija e kurudhore brenda një mandati, kur s'është ndërtu prej vitit 1963 asnjë vije e kurudhore në Kosovë. Kemi 333 km në zemër të Evropës, na funksionon një tren. Kemi trena të cilët rrinë, nuk kanë as malla të transportojnë. Është fjala pa lokomotiva të mallrave. Si mund të imagjinosh 5 akumulacione brenda? Është dashur ta bëjnë një projekt të madh, i besojnë për 2 të tjera. Po si ka mundësi mi besu një që se ka bë asnjë të i bëj 20 stadiume, po këtë s'ka mujt me mri Katari, që ka GDP më të lartë në botë, ka ndërtu për kampionatin botëror të futbollit 8 stadiume me gjithat fuqi që ka, po Kosova shkajt 4 miliard as për 2 stadiume si dalin. Me krimin, korrupsionin që kemi këto, dhe me vjedhë që banë me rrymë e me gjitha ato, është vështirë t'i arrijmë. Prandaj, kur shoh në fushata kësi lloj premtimeve, shkeni. Është zgjënjë se një kryeminist se ka një projekt 100 milion që ka kryer diçka, e të premtoj miliarda që ka mi kryer. Shefrin, gjitha rrugët që kanë mbetur, autostradat janë vetëm vazhdimsi e asaj që kanë qenë. Asnjë nuk është përfunduar. Qysh ka mundësi 6 vite asnjë autostradë jo e nisur. E premtoj atë për Tetov, për Maqedoninë e Veriut. Pse se ban, thotë se Maqedonia e Veriut s'e ban. Po të krej punë të ata ki obligim ke premtu para elektoratit më rëje. Po, ka pas punë të mira, nuk do t'ja humbim. Është sovraniteti, janë bërë disa skema sociale që ky vend ka pas nevojë për gratë lehona, për fëmijët, për pensionet që janë ngrit simbolikisht, por edhe shtesat e fëmijëve që janë bërë, po jo me lëmosh, të bën me ligje. Mos t'i jepet më lëmosh, 100 euro nuk e çojnë kërkan. Ata mrena ditë shtuken. Besani që kur kanë marrë të 100 euro, shenë s'kan mujt Kurban Bajrami se ishte njëkohësisht as kurbanin me ble me ta. Çaj kanë ndihmu. Prandaj duhet me ligj, qytetarit mbrohet me ligj, nëse do mi dhon ndihmat me ligj. Ne na thanë në fushat, kur u shpartallu parlamenti. Tha,
nuk deshtën këta me votu ligjin për shpërndarjen e pakës për inflacion. Qysh u votash? Që ata si se kanë votu, e tash dikush tjetër pa ligj për voton, ose për shpërndan atë pako. Shumë jemi në konfuzion si popull. Shpesh herë flasim nuk dim çfarë flasim. Shpesh herë dojmë nuk dim çfarë dojmë. Ne duhet jemi kredibil. Prandaj emri guxo që ka menu presidenti është të kesh guxim për çdo gjë që i ndodh këtij vendi me ngrit zonin. Prandaj mendoj edhe të jem aty fuqishëm. Nuk i subordinohen askujt. Kujt do qoftë në botë kur është fjala për vendin, për zonë, për popullin tëm, nuk i subordinohen askujt. Do të jem zër i popullit aty ku jam. Ju përmendët disa punë të mira që i ka bërë qeverisja Kurti. Po cila është kritika ju ndaj kësaj qeverisje ose dështimi më i madh që e ka bërë për këto 5 vite? Tash të marrim atje llogaritë diku 17% territorit në gjithë ato komunat veriore. Po aja vlen të shtrim sovranitet në 17% të rrezikojmë 83%. Ike Arinis, vendi po shkon në varfëri, jemi të dytit, të parafundit në Evropë, me ekonomi dabët. Bile mendoj që jemi të fundit, sepse ekonomia e Moldavisë është me mirë se jona, me baza. Ata nuk jetojnë për remitanca, jetojnë për ekonomisë vetë dhe me atë GDP që kanë, ata blejnë 2 fishin tonë. Ne kemi një GDP më të lartë për shkak të remitancave dhe diasporës, po fuqia jonë blerëse është për gjysmë më e vogël se Moldavisë. Shporta e Moldavisë është shumë më e lartë, edhe pse GDP-ja më e ulët. Një ekonomi e tyre është më stabile se jona. Prandaj mendoj që jemi të fundit në Evropë. Ka rreziku gjithë vendin, nuk mund të thuash ti që unë rregullova një problem atje, dhe sa 83% të territorit dhe 96% të popullsisë ti shkaktoj dëme ekonomike, shëndetësore, në arsye të gjitha problemet, gjithë hallet që i ka ky vend. Unë mendoj që duhet ndalemi të gjitha njëkohësisht. Nuk guxojmë të shkojmë vetëm një drejtim. Prandaj edhe sovraniteti ka marrë fund 2023. Pse duhet përmendet si instrument tash 2026? Nuk kem ekonomi, kjo është e rëndësishme për popullin tonë. Cili mendoni se do të jetë fati i Partisë Guxo pas largimit tuaj edhe të disa deputetëve të tjerë? Po, pas dorëheqjeve të shumë degëve, edhe ato si ishin dikur rreth 10 degë, pas dorëheqjes të tyre, fati i Partisë Guxo është pothuajse inekzistente. Po të ishte një parti ekzistente, quhen e rëndësishme, ka pas 8 deputet të cilët duhet mund të krijonin një grup parlamentar. Dhe do zgjidhin të gjitha problemet që sot i kemi. Por nuk ishte. Domethënë ka qenë sepse 2 kryetarët e Partisë Guxo kanë kaluar në VV. Ata janë kryetarë më të Partisë Guxo dhe kjo parti për mua është inekzistente. Po të ishte parti e strukturuar më mirë me një grup parlamentar, qeverisë do t'i kërkonte që të zgjatë presidentin. Dhe me që nuk ishte, vetëm fatin kështu. Edhe në kohën kur e dëshironin si kunde kandidate presidentin Vjosa të Glaukut, ka qenë grupi i cili kanë qenë i deputetëve të Guxos, kanë qenë të shantazhuar që nuk guxojnë ta votojnë Vjosa Osmani. Dhe gjitha nga 2 bashkëkryetarët, nëse mund t'i quhet. Njëri prej tyre ka rshit komplet në LVV, tjetri e keni pas se ka kandidu si kryetar komune i LVV-s në Mitrovic, është sot kryetar komune, po nuk e di, po i Guxos nuk është. Nuk e ka thonë asnjëherë. Prandaj, ngërë që ka fillu këto, ndër fajtorët kryesor që ne jemi këto është pikërisht kjo fake Guxoja. Zotri Blakaj, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, me kaq po e përmbyllim intervistën e sotme. Shihemi në intervistën tjetër. Në prag të zgjedhjeve të reja të 7 qershorit, qytetarët kërkojnë përgjigje. Çfarë premtoni? Si do ta realizoni?
çka i kisha? Ne I kemi bo. Unë që jam për I vitesh. Se duhet ju besojnë qytetarët? Kosovarët duan deputet të përgjegjshëm jo premtime të rreme. Motivi kryesor I partisë është I etabluar edhe në sloganin tonë. Kosova është lodhur nga krizat. Ne presim, besojmë që kemi një presidente konsensuale. Alianca e ka bukur jetike me dalë. Në rezultat dyshifror. Thonë për vetit që qeveri ku është kryeministër Albin Kurti, unë nuk votoj. Po ti, çfarë oferte ke për votuesit? Nëse je kandidat për deputet, hajde dhe prezanto programin të në Kosova Press. Intervista zgjedhore, një mundësi e rrallë për ty dhe për të dëgjuar planet tua.